Deputete dhe deputet. Sali Berisha mblodhi grupin parlamentar të Partisë Demokratike për të vendosur reagimin, pasi parlamenti rrëzoi kërkesat për të ngritur një komision hetimor për lidhjet e ish zyrtarit të lartë të FBI me Gonigal dhe një tjetër për zgjedhjet e 11 majit që opozita i cilëson fars. Mbi 2000 dokumenta. Dhe duam t'ja u paraqesim shqiptarëve. Ky thot qepeni. Se jam unë këtu, nuk ju lejoj. Lideri i opozitës komentoi edhe përballjen e ish kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Velia me qeverinë në gjykatën kushtetuese. Ai bëri paralelizëm që Farku më rrëmbeu dhe mua në Bashkinë e Tiranës. Procedurat ligjore të një vendi demokratik, ne nuk mund të themi se ato nuk u shkelen tërësisht një lloj si ato të Farkut, të themi të vërtetat. Berisha theksoi se është koha që po do të nisë një proces të ri politik që të rikthejë zërin dhe vullnetin e qytetarëve në qendër të jetës publike. Na heq të drejtën e interpelancës, na heq të drejtën e debatit, na heq të drejtën e komisionit hetimor. Po pse shkojmë ne aty? Kryetari i PD tha se opozita nuk do të përdor kurrë dhunë për mbrojtjen e votës, por do të vijojë të ndjekë rrugën institucionale dhe ligjore për të mbrojtur vullnetin e qytetarëve.